Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur te këndi i të ftuarit, do të flasim tani për logopedin. Uroj që qytetarët ta kenë të qartë për çfarë bëhet fjalë, në mos e shpjegojmë në vazhdim, por logopedia kryesisht fokusohet tek përmirësimi të folurit të fëmijëve, po jo vetëm edhe i të rriturve, përmirësimi i aftësive për të kuptuar, shprehur gjuhën, përfshi edhe gjuhën jo verbale. Ne kemi zgjedhur një nga logopedët më të mirë në Shqipëri. Lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është Erges Eskiu. Mirë se vjen, doktor. Mirë se vjen, faleminderit shumë. Besoj se isha e qartë në atë citimin e shkurtër për çfarë bëhet fjalë logopedia, nëse doni të shtoni diçka. Është fjala e parë ose fjala e fëmijës dhe është trajtimi çdo problemi gjuhësor nga ana mjekësore. Pra është një deg e Universitetit Mjekësisë, e cila merret me çdo problem, qoftë të zërit, qoftë të artikulimit, qoftë moshat geriatrike, për shembull, që mund të pësojnë ishemi cerebrale dhe kanë edhe humbjen e të folurës, por edhe deformime të fytyrës, bëhet korrigjimi nëse kalon këndi buzës në një anë. Paraliza faciale. Po, paraliza faciale, bëhet korrigjimi i muskulaturës faciale për ta kthyer në pozicionin korrekt dhe për t'i dhënë edhe pacientit në moshë të madhe një jetë digjitoze. Qartë, doktor, unë ndërkohë shfletova goxha klinika juaj logopedike jepte goxha këshilla shumë të vlefshme, terapia e muzikës, terapia e të shkruarit, terapia e shikimit, por më lejo është pyetja e parë që më vjen ndërmend, kur prindrit duhet të shqetësohen realisht për t'i sjellë fëmijët tek specialisti, dhe a është shtuar vitet e fundit numri i fëmijëve që kanë vështirësi në të artikuluar? Ka një tendencë në rritje, po nisur nga fundi, për arsye se gjithmonë familjet janë më të vogla në numër, edhe nëse më përpara, përveç se integrimit dhe çerdhe, kishte edhe një çerdhe apo një kopësht brenda familjes, edhe këto shumica e vështirësive gjuhësore të lehta kalonin duke bashkëvepruar ose duke luajtur me motrën ose me vllajën më të madh, ose edhe në rrugica ku kishte shumë ndërveprim mes fëmijëve. Duke qenë se janë sot familje më të vogla dhe fëmijët janë gjithmonë edhe më pak të ekspozuar në jetën sociale. Pra ndikon edhe disa probleme të lehta tash nuk zgjidhen vetvetiu në mënyrë automatike, thjesht duke integruar. Pastaj pjesa tjetër kur duhet me rakozën. Nëse fëmia të shikon në sy gjatë kohës që ti e mban përballë, nëse fëmia reagon ndaj hyrjes apo largimit të një familjari, nëse fëmia reagon ndaj tingujve, nuk duhet të kesh shqetësim. Edhe duhet pritur mosha 18 muaj për fjalët e para. Fjala e parë si rregull do të vinë në moshën 12 muaj. Mama, baba, dada. Por nëse nuk ka ardhur tash, ka intolerancë deri në 18 muaj. Pra nëse deri në 18 muaj fëmia nuk ka filluar të flas, por komunikimin me sy, të qeshur sociale që fillon nga mosha 4 muaj deri në 1 vjeç për shembull, ose belbëzimet e para, reagimet i ka në mënyrë korrekte, ose i ka normale dhe nuk shikon asnjë lloj problemi, nuk do të ketë asnjë shqetësim. Konsulta mund të fillojë tash në moshën 18 muaj me logopedin. Me neuropediatër, mirë është që vazhdimisht të ketë konsulta, qoftë edhe për shëndetin e përgjithshëm, por edhe për të kapur elemente që një sy i pastërritur nuk i kap. Pra gjithsesi është një moshë e hershme që nëse ka diçka ka më shumë gjatë sa të trajtohet. Pra sa më herët gjithmonë. Sa më herët aq më mirë, sepse fillon trajtimi dhe nuk janë shumë të shprehura vështirësitë e ndryshme që mund të ketë fëmia. Dhe nuk krijohet asnjë hendek midis moshës biologjike dhe kronologjike. Nëse ne kemi një vonesë të thjeshtë gjuhësore dhe kapin moshën 24 muaj, do na duhen, po themi, 2-3 muaj ose 1 muaj për ta rekuperuar dhe për ta çuar në stadin ose në zhvillimin normal fëmijën. Nëse ne presim 3-4 vjeç, pastaj hendeku bëhet edhe më i madh dhe normalisht duhet edhe më tepër kohë për të plotësuar kohën e humbur plus kohën që do të vijë. Sepse gjatë kohës që ne punojmë, fëmia rritet, edhe muajt ikin, vitet ikin. Po, tek të rriturit, doktor, si manifestohet? Tek të rriturit, shiko, mund të mbetet... Është më e vështirë për të diagnostifikuar pastaj? Shiko,
Problemet gjuhësore të këtë rriturit mund të ngjelet në një shkronjë ose disa shkronja, për shembull që në zhargon edhe me konotacione negative, për shembull thuhet gjithmonë thuthuq, ai është thuthuq. Pra mund të ngelen defekte shqiptimi, të cilat korrigjohen edhe brenda një seance. Pra unë kam pasur rastin për shembull një infermiere nga Elbasani, e cila kur ishte deri në 8 vjeçare, ishte në zonë rurale, ishte një nxënëse me 10. Kur erdhi në gjimnaz në Elbasan, se nuk ishte gjimnaz në zonën e saj, ra prej bullizimit dhe nuk pati mundësi që t'i rikuperonte të shkronja, por nuk arriti të merrte një shkollë më të mirë ose më të cilësore dhe bënte punë në infermierës. Nuk është pa dashur të ofendojmë askënd, por që normalisht një mjek është më mirë se një infermier. Edhe si status, edhe si përfitim ekonomik etj etj. Dhe i kishte mbetur problemi deri 32 vjeç. Dhe kur edhe këto defekte shqiptimit, do 5 shkronja që kishte defekt, e pengonin edhe në përditshmërinë e saj në punë, sepse thoshte më udhëzonin ose më kërkonin që të merrja 5 produkte ose 5 mjete në depo dhe unë shkoja atje nga që më vinte zor t'i thoja se nuk i thoja dot fjalët, kthehesha me 2 ose kthehesha me 1. Dhe ndihesha shumë siklet. Dhe ne këtë e kemi trajtuar për 1 orë gjys. E kam bërë gjysmë ore tepër nga ana ime, pa asnjë kosto shtesë, vetëm për t'ia zgjidhur si problem, sepse ishte 32 vjeç dhe kthehej prapë në Elbasan dhe nuk kishte mundësi. Tani ju më kujtuat. Ndërsa, më fal shumë shkurtimisht. Ndërsa ishemia cerebrale duket që është një problem dhe u humbet komplet komunikimin, mundet të kuptoj, po pjesa ekspresive që don, pra nuk arrin. Ai e di që ti je Liana ose vajza e tij, po kur i thua kush është kjo, thot një fjalë tjetër ose mezi e shqipton atë fjalën tjetër. Dhe normalisht këtu fillon rehabilitimi i të folurit nga e para. Si ç'punohet me një fëmijë, do punohet edhe me atë, por normalisht do të kesh edhe një përgatitje psikologjike çik më të fortë, sepse duke qenë se pacienti ka kaluar një jetë shumë të mirë deri në atë kohë dhe duhet të kthehet nga e para ose do duhet e shkon vetëm të paralizuar praktikisht, do lodhet dhe fort me pjesën psikologjike që ai të ketë motiv për ta ndjekur punën edhe për t'u rikthyer sërish në atë gjendje më parshme. Ndërsa mua më kujtua disa kolege, për shembull, unë kërkoj ndjes nëse mund t'i quaj çrregullime gjuhësore dialektore, për shembull ngatërimi i ç-s me q-n apo q-ja me ç-n, dhe a kanë komplekse të rriturit për të ardhur për t'u diagnostifikuar vetë, se te fëmijët ndoshta e kanë më të lehtë, po vetë për të ardhur? Jo, nuk e kanë kompleks, po thonë që kështu kanë ngelur sepse jemi mësuar kështu, se kanë problem, thonë. Kam pasur raste për shembull edhe njerëz publik që kam thënë vetë, do që ta zgjidhin të punë pa ndonjë kosto kështu. Jo, më thënë se kanë problem. Ka persona që kanë problem dhe vinë trajtohen. Por në atë moshë përgjithsisht kush e ka problem e gjen kontaktin. Nëse nuk janë të informuar që kjo gjë zgjidhet, mundet të refuzojnë ose mundet mos të kërkojnë për logoped. Po në moment që e din një logoped, vinë dhe trajtohen, nuk ka asnjë problem. Unë pash ju kishit përfitimet nga terapia muzikore, nga të lexuarit të prallave fëmijët, lojra të ndryshme për të aktivizuar shqisat, duart, këmbët. Si është një seancë e një fëmije që trajtoni ju? Natyrisht është në varësi të diagnozës që ka, po përgjithsisht, çfarë shërbimi ofrohet në klinikën tuaj? Po, përgjithsisht terapia është individuale dhe fokusi është tek ekspresiviteti i tij. Pra edhe të rregulloj sjelljen, edhe të zhvilloj anën pedagogjike, por që fokusi është tek zhvillimi i të folurit. Pjesa pastaj e terapisë muzikore është për t'i dhënë mundësi fëmijës që ta ketë më të paqt terapinë dhe janë përgjithsisht ose për shembull fëmijë që të cilët kanë apo përdorin belbëzimin si mënyrë komunikimi. Dhe ritmi i këngës e pengon fëmijën ose nuk e lejon fëmijën që të vazhdojë me të folën e tij belbëzuese në këtë rast. Po, me të folën e tij të shpejtë, sepse ai ka një ritëm pak më të shpejtë i cili nuk i mundson atij artikulimi korrekt ose ligjërimi korrekt. Ndërsa tek kënga ai do duhet të ruajë ritmin dhe nuk mund të shkojë përtej ritmit të këngës. Pra fëmia këndon në këtë rast, jo vetëm e dëgjon muzikën, edhe këndon. Në këtë rast këndoj. Pastaj te dëgjimi është pjesa e ta që i jep një ambient më të paqë dhe bën më të qetë fëmijën dhe ka mundësi të ndjekë më tepër. Domethënë është produktive, është efektive, patjetër, por që
Kjo është një ndër terapitë që ne aplikojmë. Terapia psikomotore normalisht i ndihmon fëmijët për të rritur përqendrimin, edhe të jenë më të vëmendshëm, plus edhe të kenë arritje akademike më të larta, sepse duke qenë më i përqendruar në një lojë ose në një punim të caktuar, ai ka mundësi që të mësohet edhe kur të ketë detyrat e shtëpisë ose detyrat tjera të mësohet që të jetë i përqendruar ose të jetë i qetë dhe i duruar për ta gjetur zgjidhjen për çdo problem që mund të vi. Doktor, çfarë do të këshillonit juve, qoftë për prindrit, qoftë për mësuesit, dhe nuk flasim tani domosdoshmërisht për fëmijë me probleme të vonesave gjuhësore, që kanë probleme me përqendrimin. Qoftë në klasë, qoftë edhe në shtëpi, po jo vetëm kur bëjnë detyrat. Se i shohim që janë të shpërqendruar thuajse në pjesën më të madhe të kohës. Do duhet që të ketë një balancë midis lojës edhe punës. Ndoshta edhe një lojë PlayStation, po e marrim kështu nga përditshmëria, duke qenë se prindërit shumë të ngarkuar nuk kanë kohë fare. Një lojë PlayStationi e rrit përqendrimin e fëmijës, kur ajo është e limituar në maksimum një orë. Nëse ti e lë më tepër fëmijën të luajë, ai normalisht që nuk do ketë fare fokusin tek mësimet, edhe do jetë edhe i agituar, sepse përqendrohet shumë, harxhon shumë energji, por edhe stresohet. Dhe edhe lojët psikomotore e ndihmojnë përqendrimin e fëmijës, ose mund të bëhet një lojë grupi, një ushtrim i caktuar që fëmia ka vështirësi për ta zgjidhur, mundet që e bën një ushtrim babi, e bën një ushtrim mami, pastaj mund ta bëjë ushtrimin fëmia. Ai shikon dhe shembull dhe mënyrën se mund të punojë vetë. Hiperkujdesi është gjithmonë i dëmshëm si këshill për prindit. Në momentin që ti i qëndron si xhandar te koka dhe për çdo gjë i thua kujdes, gabim, ai nuk do të di fëmijë qetë. Dhe tërkohës ai do mendoj që po i bën gjërat gabim. Kjo gjë do të krijojë një bindje të gabuar tek ai që nuk është një fëmijë i cili do të hezitoj të thotë dhe fjalë. Po patjetër, por ai do mendoj që nuk është krenaria e mamit dhe babit. Ndoshta mami dhe babi do donin një fëmijë tjetër, ose atë shokun apo shoqen time që mëson shumë, ndërsa unë nuk jam për shkollë. Pra duhet patur kujdes, duhen motivuar, nëse shikojnë që ka vështirësi, bëni ushtrim më të thjeshtë. Pra nëse ai nuk e bën dot akoma tabelën e shumëzimit ose ushtrimet me shumëzim apo pjesëtim, bëjmë me mbledhje me zbritje, pra një më të thjeshtë. Dhe mund ta bëjmë në grup bashk. Kështu që edukimi është shumë i bukur, por është dhe shumë i vështirë, sepse duhet të jesh i duruar, nuk do ta marrësh asnjë personale kur punon me fëmijën. Duhet mendosh gjithmonë që edhe ti kur ke punuar, nëse prindi ulet edhe mami ose babi ulet punoj me fëmijën, as ju vetë nuk e keni bërë ushtrimet për një herë shumë mirë. Keni gabuar disa herë, ndoshta edhe prindit tuaj mund të kenë qenë pa kujdesshëm, por ju nuk do të bëni tjetër gjë me fëmijën tuaj, sepse kjo gjë, thash, i krijon shqetësim fëmijës, i krijon atë bindjen që ai nuk është fort i përqendruar te shkolla dhe thjesht do humbasi vëmendjen ose do humbasi motivin për të patur arritje më të larta akademike. Më kujtua tani një shkrimtar italian, uroj të mos ja them gabim mbi emrin, Rodarin Mosgaboj, që thot përse fëmia atë që mund ta mësoj duke qeshur, do t'i duhet ta mësoj duke qarë. Dhe shpesh herë në përditshmërinë tonë ne shohim që në të shumtën e kohës fëmijës ja mësojmë gjëra duke qarë, qoftë edhe ushqimin me zor. Kur e mëson duke qarë, haron më detyrat e shtëpisë me zor, kështu që duhen edukuar më së pari prindrit, gjyshërit. Patjetër, domethënë ne gjithmonë i themi prindërve që shikoj një nga vetja para se ta bësh një kritik. Do të lëndonte një kritik që mund ta bësh fëmijës? Plus që ai e bëri gabim. Si mund ta zgjidhim, duke kritikuar apo duke i dhënë shembull se si ke përmirësohet? Përgjithsisht, ose ka një rregull universal që mëson nga gabimet, jo nga fitoret. Nga fitoret ti mund të bësh një gabim edhe nuk e kupton që e ke bërë gabim, atë do të mbetet gabim. Në momentin që ti diku çedon, por përqendrohesh për ta përmirësuar, ti rregullon edhe gabimin edhe i vëmendshëm për problemet dhe vështirësitë që mund të vinë në vazhdim. Kështu që duhet të jetë pak fleksibël çdo prind kur merret me fëmijën.
Doktor, për të gjitha ata prindër të rinj që i kanë ende foshnjë fëmijët e tyre dhe jetojnë çdo ditë me frikën a do të flas, a s'do të flas, a do të ketë probleme apo jo, çfarë këshillash do të jepnit për ta parandaluar nëse kanë diçka në dorë për të parandaluar aq sa mund të kenë në dorë? Unë e thash edhe pak më përpara, përgjeja kryesore është të kënaqem me fëmijën, ta shijojmë fëmijën, sepse është një dhuratë nga Zoti që ndodh që jo të gjithë kanë mundësinë, dhe duhet shijuar në maksimum. E para është momentin që fëmia të shikon, e ke përpara krave, edhe po të reagon me shikim, po të qesh, po luan, po kthehet nga vjen zhurma, ka gugatit, ka vëmendje ndaj teje, nuk duhet të shqetësohesh fare. Mos mendoni asnjëherë sepse ka dhe merakun e vaksinave, t'ja bëjmë mos ta bëj vaksinën. Ka më shumë vështirësi ose më shumë probleme nëse nuk bëhet vaksina sa kur bëhet. Nëse këto elemente që unë i përsërita janë tek fëmia, pra të reagon dhe nuk shikon asnjë vështirësi, gjirin e thith normalisht, e ngre kokën në kohën e dur, ose gugat belbzon, i qesh mami dhe babit, i njeh mami dhe babin. Se ka momente për shembull që fëmia në moshën 6-7 muajsh, kur vjen në një panjor dhe do ta marrin krah, edhe pse mund t'i buzëqeshi, prap ai shikon nga babi se nga mami. Në momentin që është kjo situata, ai është fort i vëmendshëm dhe nuk ka pse të shqetësohesh për asnjë gjë. Kështu që shijojeni fëmijën edhe thjesht bani kontakt vazhdueshëm me një neuropediatër. Tani, ju interferon disi inteligjenca artificiale me këshilla që marrin prindrit nga inteligjenca artificiale? Deri ku mund t'i besojnë inteligjencës artificiale? A din të formulojnë pyetjet si duhet në fundit? Nuk kam fort evidencë në këtë pjesë, them me sinqeritet sepse është akoma në zhvillim e sipër dhe jo të gjithë e përdorin inteligjencën artificiale, biles edhe unë mundohen mos e përdor. Unë vetë nuk e kam shkarkuar si aplikacion akoma. Po habitet që kur punojësit e mia e kishin marrë, edhe thoshin pyesën ChatGPT-n kur kishim një diskutim në punë aty për shembull, si ta bëjmë këtë? Pyesën ChatGPT-n. Jo profesionale. Jo profesionale. Të fatkeqësisht. Jo profesionale, po ishte diçka që ne duhet ta punonim ose të bëjmë diçka të re. Dhe ishin me fokus tek ajo, por thash që nuk kam fort evidencë. Ama ka një problem me prindit që kur futen dhe hulumtojmë shumë, duke qenë se nuk janë të profesionit, mund të ngatrohen. Mund të ngatrohen dhe të krijojnë bindjen e gabuar që fëmia i tyre ka një problem serioz. Dhe kjo ndodh me çdo diagnozë në fakt, jo vetëm me profilin tuaj. Sindrome student mjekësisë, i cili çdo sëmundje që studion duke se ka vetë. Pra ja këtë e kam dhe unë çana së mor kështu. Ndërkohë që jo. Dhe kur futeni për të hulumtuar, mund të shikoni pika të ndryshme, sepse ka dhe diagnoza të gabuara që i bëjnë profesionistët. Megjithatë është një person i cili nuk është i fushës, edhe lexon aty që fëmia për shembull po shkon të krahat, thotë baboj që është me autizëm. Ndërkohë që është për shembull një element që ndodh, pothuajse të gjithë fëmijët, që është tantrumi dhe është nga mosha 2 deri në 3 vjeç dhe kalon vetë. Është shprehje emocionale. Po, shkundja e duarve dhe të qëndruarit në majtë të gishtave. Të qëndruarit në majtë të gishtave për shembull. Më përpara diskutoj që fëmijët me autizëm qëndrojnë në majtë të gishtave. Po jo, janë dhe fëmijë normal që mund të qëndrojnë në majtë të gishtave. Pra, mund të ngatrohen dhe krijon një ankth të shtuar. Ky ankth perceptohet edhe nga fëmia dhe fëmia transmetohet patjetër tek fëmia dhe fëmia nuk është i qetë. Dhe në vend se të ndihmojmë, dëmtojmë më tepër. Ose problemet e dëgjuesisë që mund të vinë prej teknologjisë. Në momentin që fëmia qëndron teknologji dhe nuk ka arritur të mësojë akoma shqipen, por është familiarizuar pak me anglishtin, ama nuk shprehet as në anglisht, prindi thotë që ja, ky shkon të krahat, nuk flet, o babo është me autizëm, ose ai mund të qëndrojë edhe vetëm sepse është mësuar që qëndroj para teknologjisë. Qëndron YouTube para televizorit, nuk ka nevojë për shok ose shoqe reale, po është mësuar me shokun virtual dhe o babo pas ka një problem serioz. Ndërkohë që jo, është një situatë e cila fëmia duhet vendosur në shoqëri dhe duhet punuar me zhvillimin ose me nxitjen e komunikimit të gjuhës shqipe. Dhe normalisht edhe do punuar me pjesën e psikomotricitetit, pjesën e zhvillimit që fëmia të jetë më i përqendruar dhe më i zhdërvjellët në jetën e përditshme.
ju këshilloni ndër të tjera fëmijët të luajnë sa më shumë, Të luajnë sa më shumë, të luajnë për jashtë. prallat, ju rikthehen tek prallat, tregimet. Po, kjo ishte gjë më e bukur. Ne e bëjmë çdo ditë me fëmijën tonë. Djali tash i biles edhe po të harrojmë ne ose po të përtojmë, thotë do më lexosh prallën pasi do fligjum. E ka të përnashme. Dhe është një nga momentet më të bukura, doktor, që të mbetet në mendje gjatë gjithë jetës. Ne kemi kënaqësi, po nga që është jeta shumë e ngarkuar edhe për ne, ndonjëherë themi që ik fligjum sepse vajti vonë. Jo, thotë do më lexosh prallën. Do marr enciklopedinë ose do marr këtë librin tjetër, do marr këtë librin tjetër. Edhe kur del, për shembull, është mësuar që lexon çdo natë kur shkon në market, për shembull, ndonjëherë nuk kërkon patatina, apo kërkon libër. Do mblesh një libër, se unë kam lexuar të gjitha ata në shtëpi. Ai normalisht nuk lexon dot 5 vjeç, ai lexojmë ne të gjitha, por që i ka shfletuar, i ka hapur, edhe i di edhe pothuajse të gjitha prallat. Dhe kjo do ta ndihmojë edhe për të nesërmen në shkollë patjetër. Po, prindit do të kuptojnë që gjysmëri lexim para gjumit e fëmijët ta flej gjumi më të qetë, edhe pa ëndra. Doktor, kemi ne mjaftueshëm logoped në Shqipëri dhe a është e kushtueshme të ndjekurit të fëmijës me probleme në klinika private, se dhe kjo është një temë. Për fat të keq, është e kushtueshme. Është e kushtueshme sepse nuk ka patur fokus deri më sot. Unë kam kërkuar vazhdimisht nga Ministria e Shëndetësisë edhe Ministria e Arsimit që të ketë integrim të logopedëve në institucione shtetërore. Pra janë rreth 750 logopedë të diplomuar me bachelor, rreth 500 mund të jenë me master dhe në shtet janë diku tek 15 plus minus. Në gjithë Shqipërinë. Pra ke zona, ke qytete pa fund që s'kan logopedë. Tirana duhet të ketë diku te 7 apo 10. Gjithmonë flasim për institucionet publike. Në institucionet publike, po flasim privat, ke plot, por që është e kushtueshme. Edhe mbështetje që ka një fëmijë, për shembull, që mund të jetë me sindrom Down ose me paralizë cerebrale infantile ose me autizëm ose një diagnozë tjetër psikiatrike. Mbështetje shumë e vogël, që pothuajse pa përfillshme. Ndërkohë që nëse do të kishim logoped mjaftueshëm, të gjitha logoped duhet të ishin për mua të integruar në institucionet shtetërore. Arsimore, jo vetëm shëndetësore, po thoni. Shëndetësore dhe arsimore. Për shkak, kemi për shembull problemet e belbëzimit. Belbëzimi mund trajtohet shumë mirë në shkollë. Kemi problemet të dëgjuesis, mund trajtohet në shkollë. Kemi problemet të defektet të shqiptimit, mund trajtohet në shkollë shumë shpejt. Ajo se ne kemi një logoped në një shkollë dhe fëmia nuk e ka arritur defektet e shqiptimit shumë të caktuara, ti zgjidhi vet ose ti rregulloj vet deri në moshën 6 vjeç. Ai vjen në shkollë. Dhe shumë mirë kjo gjë mund të kaloj aty, kaloj me 3-4 seanca ose edhe me një seancë. Defektet e disleksisë, diskalkulisë mund të zgjidhen edhe në shkollë. Nuk ka nevojë që ta marrësh fëmijën pas shkollës ta çosh në një qendër shëndetësore. Aty, siç bën një takim me psikologun, pavarësisht se pothuajse psikologu nuk është funksionale për shkolla për fat keq. Dhe prandaj kemi edhe kaq shumë agresivitet, kaq shumë dhunë, edhe kemi edhe fëmijë të cilët ecën me mjetet me armë të ftohta në përxhepa. Është e tmerrshme dhe krijon një pasiguri shumë të madhe edhe shumë stres. Agresiviteti, dhuna, ndjesja ju ndërpres ndikojnë tek probleme të tilla te fëmia? Në moshat e vogla ndikon, se në moment që ti nuk shprehesh dot, edhe në moshat e adoleshentëve, edhe moshat e mëdha, domethënë gjithmonë i them prindërve pse zihen dy të rritur. Zihen sepse u mbaron fjalori, nuk kanë me çfarë flasin me njëri tjetrin. Tensioni muskular fillon të shtohet, ky tension të shkarkohet. Në momentin që ti nuk ke mundësi ta shkarkosh me fjalë, do shkarkosh me muskuj. Dhe kjo dhuna vjen për faktin që fjalori është i ngushtë, pra kthehemi prapë tek libri, duhet të lexojmë sa më shumë të lexosh, aq më i paq ti je, aq më shumë fjalor ke dhe aq më shumë mundësi do kesh qoftë alternativë mentale, por edhe fjalor për t'i dhënë zgjidhje çdo problemi që mund ndodhi. Pra thash, logopedi në shkollë do zgjidhte shumë probleme të komunikimit. Edhe do ishte pa kosto. Normalisht për mua, që do shkoja në institucion shtetëror do fitoja shumë më pak se ç'fitoj sot. Por do të themi gjë. Në Francë pothuajse gjithë logopedët punojnë në shtet, nuk kanë logopedë të punojnë në privat, edhe pse një orë terapie në Francë shkon diku te 100 euro ose më tepër. Pra do fitonin shumë para në privat, por janë të qetë duke punuar në shtet me një rrogë dinjitoze. Kuptohet se nuk mund të thuash tani hajde logoped këtu me 40.000 lekë apo me 500 euro. Se sidomos në Tiranë nuk të del. Plus qerat janë kanë vetë. Urojmë t'ju kenë dëgjuar doktor edhe të bëhet diçka edhe për këtë çështje. Unë nuk do lodhem se e kërkuari.
edhe pse tash do ishte më mirë më privat, po jo, unë dua të mirë në përgjithësi. Ju e keni dëshmuar Eskiu që nuk lodheni jo vetëm për këto çështje që u përkasin profesionin tuaj, por edhe për shumë çështje të tjera që nuk shkojnë në këtë vend. Pikërisht. Kështu që më lejoni t'ju falenderoj për këtë bisedë shumë të dobishme. Faleminderit. Bisedën e zhvilluam me doktor Erges Eskiun, folëm për logopedin, uroj të kemi shërbyer sadopak në informim, në sensibilizim për këto probleme kaq të rëndësishme. Ju falenderojmë për vëmendje.